Do të flasim tani sërish në lidhje me ndryshimet në kodin penal në vendin tonë, por këtë herë se si këto ndryshime prekin pikërisht sektorin e pasurive të paluajtshme në Shqipëri. Më gjërësisht do të diskutojmë me zotin Renaldo Pipiria, drejtor ekzekutiv i Nareas, që është shoqata kombëtare e pasurive të paluajtshme në vendin tonë. Zoti Pipiria, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, kënaqësi me ju. Atëherë, për ta nisur bisedën, si ishte në këndvështrimin tuaj takimi i zhvilluar pak ditë më parë me dy ministrat e qeverisë shqiptare, zonjën Delina Ibrahimaj, ministre e ekonomisë dhe inovacionit, por gjithashtu edhe me zotin Besfor Lamallari, ministri i drejtësisë? Fakt ishte një nga këto tryezat e para dhe hap shumë i mirë i vlerësuar në lidhje me komunikimin e draft kodit të ri penal dhe me sektorin e biznesit, sidomos në shpinë e biznesit. Është vlerësuar nga gjithë aktorët si hapi parë. Mendoj që është vetëm fillimi i punës për të sjellë një kod të ri penal, ndoshta por një vit e gjysmë, pra me synimin deri në fund të 2026 për ta pasur sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Patjetër që ka shumë punë. Unë paktën e pash sektorin e biznesit të angazhuar për të sjellë komente dhe për ta përmirësuar, por në të njëjtën kohë vura re dhe gatishmërinë e dy ministrave për të dëgjuar të gjithë shqetësimet e sektorit biznesit dhe për të reflektuar ato pika që janë të rëndësishme. Një nga pikat që u diskutua dhe u vlerësua në parim është koordinimi i draft kodit të ri penal dhe me kuadrin ekzistues, sidomos kuadrin administrativ, pra me ligjet e veçanta administrative dhe reflektimi i penaliteteve duke u bazuar në masinë reale të bizneseve. Pra, si draft kodi i ri penal, patjetër që ka sektorin e vet krimet ndaj ekonomisë. Dhe një nga feedbacket e dakordësitë e para të paktën në parim është që krimet ndaj ekonomisë të mund të vlerësohen me masa, me gjoba dhe me dënime penale, por bazuar kryesisht mbi masinë, jo vetëm mbi strukturën, por edhe mbi masinë e bizneseve, mbi volumet praktikisht që bizneset janë duke bërë në ekonomi. Po, ju si Narea, zoti Pipiria, do bëni propozimet tuaja në lidhje me ato sugjerime që mendoni për këtë draft? Ne do të jemi të përfshirë aktivisht në propozimin ndaj draft kodit të ri penal, sidomos duke përqasur sjelljen në Shqipëri me atë të Bashkimit Evropian. Dhe këtu do të jemi duke diktuar, po themi duke dhënë si input mundësinë e kategorizimit të veprave penale në ekonomi që kanë të bëjnë me real estate. Nëse i referohemi shembujve në Bashkimin Evropian, si në Itali, edhe në Belgjik, të paktën e shohim që veprimtaria e tregtimit të titujve të pronësisë, jo vetëm titujve financiar, por titujve të pronësisë të real estate pa qenë i licencuar dhe i përfshirë në aktivitete të palicencuara dhe sidomos që ndërtuar me evazionin fiskal, është i dënueshëm jo vetëm me gjop, por është i dënueshëm dhe kategorizohet në vepër penale. Pra e thënë qartësi, të jesh një ndërmjetës i pasurive të paluajtshme apo një zyrë real estate pa licencë në Bashkimin Evropian, fillon me një gjop që shkon 5.000 euro në ditë, 10.000 euro në ditë deri në burg 3 apo plus vite, pra më shumë se 3 vite. Ne këtë gjë e shikojmë pozitive për ta sjellë brenda eksperiencës shqiptare dhe për ta sistemuar dhe disiplinuar këtë treg i cili është shumë i rëndësishëm për ekonominë, por aq i rëndësishëm sa është mund të jetë bumerang nëse nuk disiplinohet. Por nëse nuk disiplinohet mund të bëhet i rrezikshëm. Ndërkohë edhe përfaqësues të shoqatave të tjera që ishin të pranishëm ngritën shqetësimin në lidhje me këtë që ju sapo thatë, por në këndvështrimin tjetër një shkelje mund bëhet edhe për shkak të një gabimi njerëzor apo për shkak të një vonese. Pra, duhet saktësohet edhe në opinionin tuaj se për çfarë bëhet realisht fjalë në lidhje me shkeljet flas gjithmonë, sepse në kod pastaj parashikohen deri në 4 vite e burg për shkelje të rënda. Po, e vërteta është që kodi nuk ka mbaruar, sapo ka filluar puna për përmirësimin e draft kodit të ri penal dhe perceptimi që u dha në atë takim është një punë e cila do të zgjasë rreth një vit paktën dhe këtu kemi përgjegjësi si sektori biznesi, si sektori ekzekutiv të ulemi bashkë dhe ta bëjmë të kohë sa më të mirë të mundshëm. Patjetër që ka nevojë shumë për akte në ligjor, patjetër që ka nevojë për sqarime. Megjithatë, nëse mbahet ky ritëm komunikimi, pra praktikisht mendohet që çdo 2 muaj do të ketë një komunikim me sektorin e biznesit, nëse mbahet kjo frymë dhe ky ritëm komunikimi, mendoj që do të kemi një produkt
i cili do t'i qëndrojë gjatë historisë, po themi 20-25 vite. Kodi normal është i 95-ës, synojmë që edhe kodi i ri të zgjasit pak të 20 vite. Duke njohur shumë mirë real estate-in në vendin tonë, ku mendoni se duhet jenë, ose ku mendoni se duhet ta ketë më shumë fokusin ky draft që pas një viti apo një viti e gjysmë do të kthehet në ligj? Unë mendoj që ne duhet të fillojmë në Shqipëri të merremi seriozisht me efektivitetin e legjislacionit që ka të bëjë me real estate-in. Pra kemi ligje të mira, mendojmë që duhet i shtrëngojmë. Nëse më pyetni mua, duhet të fillojmë direkte nga qenit me licencë. Sot ti mund të bësh një aktivitet të palicencuar në real estate dhe maksimumi i disa dënohesh, mund të marrësh një job maksimalisht 500.000 lekë deri 5.000 euro. Edhe kjo është maksimumi. Ndërkohë që mendoj që duhet ta shtrëngojmë këtë gjë për shkak se jemi shumë afër Bashkimit Evropian, po i shërbejmë shtetasve të huaj dhe në fund ditët shtetasve të huaj kanë nevojë për garanci. Një transakcion i bërë me një ndërmjetës të palicencuar mund të shndërojë në një bumerang dhe mund të prishë imazhin e të gjithë sektorit. Prishë imazhin e gjithë sektorit, patjetër që sjell një mesazh jo të mirë për gjithë vendin dhe në fund ditës kur ata janë blerësit e huaj ne nuk e dim çfarë pozicionesh mbajnë në vendet ku janë. Mund të jetë një blerës i huaj normal, por mund të jetë edhe drejtuesi një institucioni ndërkombëtar evropian që mund të prishë gjithë imazhin e gjithë procesin e integrimit BE. Prandaj unë besoj që duhet fillojmë me licencën dhe duhet fillojmë duke e penalizuar, duke po themi e futur si aktivitet kriminal të bërit real estate pa licencë. Herën e parë mund të marrësh 5.000 euro, herën e dytë patjetër që ti duhet përballesh me efektet e burgut. Ka pasur një nismë pak vite më parë, 2 vite më parë, nëse nuk gaboj zoti Pipiria, në lidhje me licencimin e agjentëve në tregun e real estate në vendin tonë. Ka funksionuar, pra vjon tjetë ende, sepse u nis me vrull në atë periudhë. Ligji është hartuar, mendoj që efektiviteti i implementimit të ligjit të real estate-it është pjesë e paketës së monitorimit të Shqipërisë, raundi 6 nga FATF Manival. Kështu që mendoj që kemi dhe pak kohë dhe shumë punë për të bërë për ta sjellë në efektivitetin maksimal kuadrin e gjë që ka të bëjë me real estate. Pra ka që në 9 mars 2022, kemi ka 3 vite tashmë implementuar, mendoj që duhet të rrisim efektivitetin, fatikisht e përgëzojmë iniciativën që ka marrë Ministri i Drejtësisë për të bërë monitorimin terren, po mendoj që duhet të jemi akoma më të vëmendshëm dhe shumë më të fortë në monitorimin e realitetit, sepse fatkeqësisht vërejnë fenomene të deformuara dhe raste kur shtetas të huaj dhe shtetet shqiptar vazhdojnë fatkeqësisht duke bërë real estate jashtë çfarëdo lloj kontrolli. Ndërkohë, në lidhje me atë që ju mendoni se do ndodh pas një viti e gjysmë, nëse supozojmë kështu që ligji do të jetë në fuqi, do të kemi një klimë më të mirë, gjithmonë flasim për sektorin imobiliar në vendin tonë, një klimë më të mirë të të bërit biznes, por njëkohësisht edhe një siguri, një besim i madh. Unë besoj që një kod i ri penal, i bërë si duhet mos në lidhje me real estate-in, do të shtoj garancit. Do të shtoj garancit në të bërit transaksionet dhe sot ne kemi nevojë pikërisht për më tepër garanci ndaj shtetasve të huaj, nga blerësve të huaj dhe për parafrim të praktikave të standardeve me Bashkimin Evropian. Ju solla shembull të Italisë të Belgjikës, aty ka garanci kur ti kryen transakcion. Pse? Sepse di shumë mirë cilat janë pasojat që do të marrin në momentin që janë duke shkelur ligjin për ndërmjetësim pasurisë banueshme. Dhe sa më shumë garanci më e lehtë është për gjithë dhe më e sigurt është për të trequr blerësit e huaj që në finale nuk janë vetëm blerësit e huaj synimi, janë investitorët e huaj. Merë parasysh njëkohësisht kodi i ri, zoti Pipiria, ndryshimet që do të bëhen në mënyrë të veçantë në 2026-ën, sepse është një treg interaktiv dhe ka mbështypjen që zhvillohet shpejt me kohën, sikurse mund të jenë edhe disa sektorë tjerë. Për shembull, në 2026-ën do të kemi çmimet e reja të referencës, do të kemi njëkohësisht edhe rivlerësimin që do të ndërmerret, por janë edhe disa ndryshime ligjore që sërish e prekin këtë sektor. Mendoj që nuk i takon kodit penal që të marri parasysh 100% gjitha ndryshime, qoftë edhe ndryshime që bëhen të përkohshme momentale për sa i përket paketës fiskale. Kodi penal do të vendosi linjat kryesore dhe na takon ne, po themi të sjellim ligjin që është dedikuar për real estate-in
apo pjesën që ka të bëjë me deklarimin e tatimeve, me gjithë ata cilët në përputhje me kodin penal. Kodi penal do të vendosi linjat dhe çdo kuadër tjetër ligjor do duhet të jetë në sinkron me kodin penal. Dhe ka një shtrirje të gjerë duke nisur me tatimet, doganat, konkurrencën, me çmimet, marrëdhënia e punës, proceset e falimentimit dhe njëkohësisht proceset e parandalimit të pastrimit parave. Në sektorin imobiliar, në sektorin e pasurive të paluajtshme në tërësinë në vendin tonë, ka në këndvështrimin tuaj ose nevojiten rregullime rrënjësore, sepse kodi është gjithë përfshirës dhe një pjesë e mirë tyre mund të jenë pikërisht për këtë sektor. Unë mendoj që po, disa elementë mirë të kodit, paktën me vështrimin e shpejtë që kam dhënë pjesët e krimit ndaj ekonomisë, pjesa e konkurrencës pandeshme, pjesa e korrupsionit, që ne nuk e kemi pasur shumë të prekur, pjesa e korrupsionit në sektorin privat, janë dy elemente shumë të mirë që futen në kod. Pjesa me parandalim pastrim parave kanë qenë më herët, nuk është se vepra e pastrimit të produkteve penale është vepër penale, për sa kohë që po pastrojmë produkte veprës penale, pra nuk është lizi. Mendoj që pavarësisht dy këndvështrimeve, personalisht qëndroj në rregullimin dhe disiplinimin pak më mirë të profesioneve të lira, patjetër duke garantuar më shumë të drejta profesionale të lira, por edhe duke i dhënë edhe më shumë përgjegjësi, por edhe duke i përballur me pasojat në momentin që këtë përgjegjësi shkelet. Sot ka dy këndvështrime, ka një këndvështrim që profesionet e lira duhet të jenë më pak disiplinuara, ka një këndvështrim tjetër që profesionet e lira duhet të jenë të disiplinuara. Unë qëndroj në krahun që profesionet e lira, sidomos real estate, duhet të jetë pak më tepër me përgjegjësi, më shumë disiplinuar dhe patjetër me më shumë të drejta. Por jam në krahun që duhet të sistemohet akoma më tepër. Renaldo, edhe disa pyetje në lidhje me ato që përmendëm pak më lartë, ndryshimet që pritet të hyjnë në fuqi në 2026. E para çmimet referencë dhe rivlerësimi që do të bëhet mbi ato çmime referencë në këndvështrimin tuaj, sepse jemi në fund të 2025 dhe është shumë afër 2026, patjetër do të kemi mundësinë edhe kur ato të fillojnë të zbatohen. Si e shikoni efektin në tregun e pasurive të paluajtshme? Do të kenë një çlirim të fondeve, të investimeve, sepse shumë njerëz aktualisht mund presin pikërisht rivlerësimin. Realiteti është që është shumë e drejtë, do të ketë çlirime të fondeve, do të ketë prona në treg. Nuk kemi akoma një komunikim nëse projekt ligji për çmimet e referencës dhe projekt ligji për rivlerësimin është shedhur për diskutim brenda Këshillit të Ministrave. Dim që synimi është brenda nëntorit, gjithë të dy projekt ligjet që janë të lidhur me njëri tjetrin, dy projekt ligje duhet të jenë të përfunduara. Pra duke lënë vetëm dhjetorin për aktet nënligjore, pra për kalimin e shpejtë kuvend dhe aktet nënligjore. Nuk di të jap një informacion ku jemi sot. Kam pritur për një komunikim nga Këshilli i Ministrave për të parë nëse ka kaluar faza e këshillimit. Megjithatë, e sigurt është që do të kemi rivlerësim në janar të 2026, paktën atë që ne kuptojmë nga tavolinat, nga tryezat e konsultimeve. Është gjë e duhur për të bërë në këtë moment. Nëse ja dilet që të kemi dhe çmimet e referencave, patjetër që do të ishte mirë, por edhe po nuk patëm në fuqi çmimet e referencave, është gjë e duhur për të bërë procesin e rivlerësimit, sepse çmimet në treg kanë pasur dinamikat e veta dhe tregu fatkeqësisht për 2 vite ka qenë i bllokuar për shkak të lajmeve të parealizuara. Do të kemi shumë prona në treg dhe unë besoj që edhe sektori financiar do të përgjigjet pozitivisht. Pra po themi edhe sektori bankar do të përgjigjet pozitivisht me nevojën për financim. Pavarësisht se ka efektet e momentit pjesa e komunikimit për shtrëngime nga Banka e Shqipërisë, ne presim që në 2026 të dy sektorët të vinë krah për krah dhe të mund të ndihmojnë po themi gjithë tregun e real estate. Gjithsesi, bankat Renaldo kanë qenë disi konservatore në këtë aspekt. Në pak raste mund financonin 100% të një banese për shembull. Thjesht Banka e Shqipërisë edhe ligjërisht e ka vendosur tashmë ose si rregullore e ka vendosur ndaj bankave, sepse deri tani bankat në nivelin e dytë duke mbrojtur investimin ose fitimin e tyre e kanë vendosur një farë kufiri. Kështu që kam përshtypjen që mbase nuk do të ketë një efekt përveç atij psikologjik që mbase ka kaluar tashmë, ndonjë efekt tjetër. Unë besoj që Banka e Shqipërisë ka reflektuar dhe do të reflektojë edhe gjashtë muajin e fundit të 2025-s, për shkak se
ashtu siç e ka shpjeguar në vrojtimin e vet, që ka dalë ose funë për 13 orën e tretë, ka një fjali aty në Porres, apo ta shikojmë. Banka e Shqipërisë e pranon që ka rënë kërkesa për kredimarrje për shtëpi, jo sepse nuk ka kërkesë për blerjen e apartamenteve, por se fatkeqësisht par veprimet e Bankës së Shqipërisë, blerësit janë duke përdorur burime alternative. Nëse ulemi me qetësi dhe shikojmë, nuk është në interes Bankës së Shqipërisë, nuk është në interes të ekzekutivit, nuk është në interes të real estate-it, nuk është në interes të gjithë ekonomisë shqiptare, që burimet alternative të ngatrohen në tregun e pasurive paluajshme. Në një moment që Shqipëria është në monitorimin e FATF Manival, raundi 6, qëllimisht të shtosh përdorimin e burimeve alternative në transakcione pasurive paluajshme nuk ndihmon askënd. Dhe unë besoj shumë që Banka e Shqipërisë dhe sektori bankar do të reflektojë në janar 2026 të vendosit të mbështesit transakcionet me fondet të cilat kalojnë nëpërmjet sektorit bankar dhe jo nëpërmjet burimeve alternative. Burimet alternative nuk do të ndihmonin procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, përkundërzi mund ta ekspozonin Shqipërinë ndaj fenomene negative dhe kjo nuk i shërben askujt. Prandaj mendoj që Banka e Shqipërisë do të reflektojë. Burimet alternative janë borxhe familjare, borxhe informale dhe mund të jenë edhe para të cilat ti nuk i kontrollon dot nga vit. Prandaj mendoj që është një veprim i nxituar dhe nëse Banka e Shqipërisë do ta shikojë realitetin ashtu siç duhet, besoj që do të. Dhe për ta mbyllur me atë që është më e rëndësishme, çmimet. Mendoni se në 2026 do të qëndrojmë pak a shumë në këto nivele apo mund të ketë edhe një korektim të çmimeve me një tendencë rëndëse? Përmend tu edhe disa zhvillime që ka përmendur kryeministri Rama që nuk janë ende, nuk janë kthyer në ligje, sikurse është rregullimi i arkitektëve, i ndërtuesve, nuk do të ketë më clearing sikurse tha ai, është shumë e vështirë, kam përshtypjen, por gjithsesi janë deklarata. Unë besoj që do të ketë korektim të reklamave bombastike që bëhen nga jo profesionistë në Instagram edhe kudo tjetër. Nëse hyjmë e shikojmë çmimet reale me cilën ndodhen transaksionet, në një pjesë të mirë janë shumë larg nga ato lajmërime bombastike. Për shembull, vjen keq që perceptimi është që po rriten çmimet shumë shpejt, po janë duke u rritur, po mendoj që realiteti nuk është rritje 15 apo 20% apo ato shifra që ne shikojmë në disa reklama të cilat janë jo profesionale dhe jo nga profesionistët. Do të ketë alternativa në treg, mendoj që duke qenë se kemi procesin e rivlerësimit, do të kemi çmime sa më afër reales dhe një presion që do të uli ritmet e rritjes. Pra duke pasur alternativa, besoj dhe shumë reklama nuk do të jenë më me 15-20% më shtrenjtë. Nuk parashikojmë një ulje të çmimeve, parashikojmë vetëm korektime të efekteve psikologjike dhe mendoj që tregu i Bregdetit do të jetë ai i cili do të përfitojë realisht shumë nga procesi i rivlerësimit, sepse aty ka pasur projekte dhe transakcione të ndodhura gjatë fazës së projektit dhe tani është momenti që ato projekte të dalin në treg me një politik fiskale që shërben gjithë. Dhe në fundit është tregu që vendos kërkesa dhe oferta. Askush nuk ka çfarë të bëjë, kam përshtypjen. Është shumë e drejtë. Faleminderit Reinaldo, kënaqësi që ishim në këtë lidhje drejt për drejt.